Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Djali I presidentit Donald Trump Jr., I riu, se të njëjtin emër ka dhe ky, zbarkoi në Serbi pak ditë më parë dhe u takua me presidentin Vučić. I bëri dhe një podcast aty. Kanë filluar dhe të gjithë udhëheqësitë ose djemtë e udhëheqësive të bëjnë podcaste. Ka podcaste dhe kryeministri ynë këtu. Mirë bën. Por ky bëri një podcast Vučićit dhe filloi të shpjegonte Ballkanin. Djali Donald Trumpit. Shumë kush në fillim mendoi që ai erdhi për biznes, por në të vërtetë lëshoi deklarata politike që përmbanin shtrëmbërime të jashtëzakonshme të historisë për luftën e Kosovës. Shtrëmbërime, domethënë, nga më të habitshme që mund të lëshoj një njeri, duke qenë dhe djali I presidentit të Shtetit Bashkuar. Ndryrjen e NATO-s në Serbi, ai ia faturoi skandalit Clinton-Levinsky. Halli I Clintonit me Levinskin detyroi bombardimet e NATO-s. Gjatë shpjegimit që Trump Jr. I bën intervistës me Vučić, ai tregon pozicionin gjeografik të Serbisë dhe në video Kosova shfaqet si pjesë e saj. Te harta që ai ka mbrapa. Jo se ne do ta kemi këtë më pas për ta shpjeguar. Tani, pse ne marrim këtë temë? Në fakt, kjo ka kaluar për... Këtu ka lajme të gjithfarëllojshme, ngjarje të çuditshme ku pjesët e mos e shqiptarëve janë bërë politikanë. Partitë janë të panumër të ashtu, sikundërse kafeterit nuk kanë një ndryshim shumë të madh. Por lajme të tilla të rëndësishme kalojnë pa vëmendje, çuditërisht pa vëmendje, dhe çuditërisht dhe në mënyrë shumë të turshme pa vëmendjen e politikës. Cila duhet ta përcjell? Duke thënë edhe për Trumpin. Mirë bërë deri Trumpit ose por duhet I përcjell se politika me këtë merret. Ky është thelbi I politikës në gjithë botën. Pra, asnjë politikan shqiptar për turpin e vet nuk mbajti qendrim dhe nuk foli dhe kjo është tmerrsisht e habitshme. Çfarë do thotë kjo deklaratë për Kosovën? Çdo të jetë qendrimi I administratës Trump për Kosovën dhe Ballkanin. Ç'ishte në mandatin e parë dëgjuam një pjesë djerave. Po ç'do të jetë ajo në të ardhmen? Se kemi përballë presidenti thotë Kanadaja tani është jona. Është shteti 51 I Shtetit Bashkuar të Amerikës. Groenlandën ta marrim ne. E tjera, domethënë që ose lufta që I zgjidh për 4 orë, për 24 orë, luftën që vazhdon tani. A rrezikon Kosova nga Amerika e Trump? Për diskutuar për këtë çështje unë kam në studio Pascal Milo, ish ministri I jashtëm historian. Faleminderit shumë profesor që na nderon sot. Kënaqësi. Për të folur. Prej Zogaj, analist, Agim Nesha, analist, shkrimtar e tjere, do t'i gjitha këto ofiqet se zakonisht unë ja u themar. Zoti Nesha ishte ambasador në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe njeri I politikës. Ambasador I themi ne, po ka qenë vërtet. Se ka dhe që I themi për shembull, ka njerëz që I themi avokat, po s'ka qenë. Po ky ka qenë. Dhe është. Domethënë nuk është ambasador, por ka qenë vërtet ambasador. Gradën e ka marrë. Po. Në lidhje direkte me ne, Anton Abilekaj, faleminderit shumë, zoti Abilekaj. Dhe në lidhje direkte ne do të kemi Shkëlzen Gashin, politolog analist. Shkëlzen mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mund do ta filloj, kam shumë dëshirë ta filloj me ty, sepse Kosova është në qendër të edhe të kësaj vizite, jo thjesht të vizitës, po të që interesa do të kenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ardha e presidentit të ri, I cili paralajmëron si thua një bisedonja sot me disa njerëz analistë këtu ose njerëz të NGO-ve dhe ata më thoshin që bota ka ndryshuar totalisht. Nuk është ajo që kemi, është bota më jep të jap. Edhe sidomos njerëz të NGO-ve të cilët nuk flasin më në Shqipëri tani. Fare. Se për shembull në këtë rast mund të flisin njerëzit që kanë qenë me Sorosin. Jo, nuk flasin. Të gjithë kanë kyçur gojën. Sidomos NGO-t. Unë do të kam dëshirë ta filloj me ju, sa po të ndjekim sinkronin me deklaratën e Donald Trump Jr. Sinkronin lutem. Serbia është një vend që aktualisht qëndron për sovranitet dhe kufi të sigurt, ndërsa shtetet perëndimore të Europës po bëjnë eksaktësisht të kundërtën.
është një vend ku trashëgimia e bombardimeve të NATO-s e vitit 1999 ende është e pranishme dhe ajo që është vërtet e pabesueshme është se grupe si NATO kishin një pikpamje shumë të ndryshme mbi integritetin territorial kur bëhet fjalë për Serbinë dhe Kosovën krahasuar me qëndrimin e tyre ndaj Ukrainës. Tensionet në Kosovë, një krahinë me shqiptar etnik në Serbi, eskaluan në një konflikt të hapur në vitin 1998. NATO më pas e bombardoi Serbinë më 1999, që rezultoi me tërheqjen e trupave serbe nga Kosova. Siç diskutuam në intervistë, kjo erdhi në pikën më të lartë të skandalit Bill Clinton, Monica Lewinsky, dhe shumë njerëz, veçanërisht tani pas një periudhe reflektimi, e shohin këtë bombardim si një shpërqendrim nga ai dështimi Bill Clintonit. Ne diskutuam edhe çështjen e Kosovës më në përgjithësi. BE-ja dhe madje edhe shumë në Washington duan të normalizojnë marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë. Por Serbia mban qëndrim dhe argumenton me shumë pasion se është pjesë e territorit të saj sovran. Me shkërzerin të lutem? Po. Pra, paka shumë, ky ishte thelbi i bëri dhe podcaste më pas e gjitha, po ky ishte thelbi i deklaratës së Donald Trump Jr. Tani, pse mendoni ju shkërzen shkoi Donald Jr. në Serbi? Për interesa biznesi, apo se në fillim u interpretua si thjesht interesa biznesi dhe janë ato realisht, Ati e ka shkuar këtë radhë, këtu të ne ka ardhur vendri i Donald Trumpit. Por, si e konceptoni ju, si e mendoni ju këtë vizit? Po, natyrisht, është interesat e biznesit që i ka ai, edhe kompania ose kompanitë e tij. Ai do me thënë hyrje të intervistës i përmendit gjitha ato që i përmendet edhe ju në këtë storjen që sapo e transmetu. Edhe, po, ajo që nuk boni përshtypje të intervista, gjatë intervistës që pati presidentin Vučić, ai e përmendi disa herë se është i faktinum me intervistën me Vučićin, edhe e përmendi se Serbia e ka mbështet zgjedhjen e babait tij për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do me thonë, interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tash, sidomos me presidentin Trump, nuk ka me qenë identik me interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë viteve 90 dhe gjatë viteve 2000. Kjo është shumë evidente. Sepse interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk janë siç kanë qenë gjatë viteve 90 dhe 2000. Gjatë viteve 90, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas interes që me shkëput Serbinë prej ndikimit të Rusisë. Tash nuk e kanë më këtë interes. Madje edhe në vitet e 2000 e kanë pas këtë interes, prandaj gjatë viteve 90, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bombarduar Serbinë, kurse gjatë viteve 2000 e kanë bombarduar për herë dytë duke e shpallë pavarësinë, deklaratën e pavarësisë të Kosovës dhe duke ndikuar që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në verdiktin e saj të vitit 2010 me deklaruar se shpallja e pavarësisë të Kosovës nuk është në përputhje nuk është në përputhje me drejtën ndërkombëtare. Çka ka ndodhur prej vitit 2010, domethënë gjatë krejt dekadës që e kemi lënë mas, është se siç më thon interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar. Nuk e kam pa më Shtetet e Bashkuara të Amerikës së idenë që e kam pas gjatë viteve 90 dhe gjatë viteve 2000 se duhet me ndëshku Serbinë për me shkput prej Rusisë. Kam filluar një qasje krejt tjetër, edhe gjatë viteve të 2010 e këndej, ata i kanë bërë dy favore shumë të dha Serbisë. Një ka qenë me gjykatën speciale, kurse e dyta ka qenë me asociacionin e komunave me shumicë serbe, që i vjen një farë Republika Srpska brenda territorit të Kosovës. Ato dyja kanë qenë kërkesat e Serbisë, dhe këto dy kërkesa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë tentuar me i zbatuar. Gjykatën speciale veç e kanë realizuar, edhe kanë vënë vetëm edhe implementimi i asociacionit ose i Republikës Srpskës brenda territorit të Kosovës. Mirë po tash me ardhjen e Trumpit, situata kanë ndryshuar rrënjësisht. Ajo është një politikan krejt i paparashikueshëm, edhe kështu ka qenë edhe në mandatin e parë dorën zemër, po sidomos tash është totalisht i paparashikueshëm, edhe për këtë edhe shumë psikolog, antar të
shoqatës së psikologëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vitin 2017 e kanë paralajmëruar opinionin publik amerikan por edhe atë botëror se kemi të bëjmë me një politikan i cili ka instabilitet psikosomatik. Nuk ka Dhe stabilitet. vendimet e tij me kurrë të paparashikueshme. Ja të shoqata e psikologëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas kërku falje sepse e përthyni rregullin të vetin, e sipas cilit nuk parapëlqehet psikolog me dalë publikisht edhe me deklaru për gjendjen psikosomatike të një personi, mirë po me qenë se ky person ka pasur një pozitë shumë të rëndësishme, sikur që është pozita e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata janë detyruar me e bërë një deklaratë të tillë. Kështu që nuk përjashtohet absolutisht asgjë në Trumpin. Nëse para 2 muajve kishim bisedu bashkë, unë edhe ju për presidentin Trump, edhe nëse unë kisha më ju thonë juve që a e mbyll Zërin e Amerikës, e mbyll Radio Evropa e Lirë, i mbyll programet e USAID-it, ose ju kishim më thonë mu kështu, Nuk do ta besoj. a jeni të shku shumë larg tash. Nuk e besoj që e bën Trump këto me mbyll Zërin e Amerikës, me mbyll Radio Evropa e Lirë, ose me mbyll programet e USAID-it, ose të Nedit, ose kështu me radhë. Është një politikan i paparashikueshëm, që nuk kisha çuditë as pak nëse presidenti Trump kish me mbështetjet e më hapur në Serbi, edhe kish me dalë ndoshta edhe me thonë që Kosova dhe Serbia merren vesh, duhet ndodhet territori i Kosovës, ose veriu i Kosovës do të futet në kontrollin e Serbisë kështu me radhë. Shkëlzen, pse mendoni ju se thot Donald Trump Jr. tani këtë gjë dhe çfarë rëndësie ka kjo deklaratë? A rrezikon tani Kosova vërtet? Donald Trump e thotë këtë sepse Donald Trump Jr. ka interesa biznesore. Kurse sa mundet me diku Donald Trump Jr. te Donald Trump presidenti i Shteteve të Bashkuara, kjo vetet me u pa. Mirë po që mundet me ndryshu çështja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në raport me Kosovën, këtu nuk ka absolutisht asnjë dilemë. Qa duhet me bojë institucionet e Kosovës, na nuk kemi pas një reagim prej liderëve kryesor politik të Kosovës, po as prej ambasadorëve të Kosovës, për shembull ambasadorit të Shteteve të Kosovës. Dhe ne nënvizuam dhe asnjë lider shqiptar. Absolutisht. Edi Rama që flet për gjithçka, nuk lë gjë pas në gojë, Sali Berisha që flet edhe për pezhishkat, ku shfaqen. Çfarë fjale? Po, ama as presidenti i Kosovës, as kryeministri i Kosovës, as kryeparlamentari i Kosovës, as ministri i punëve të jashtme të Kosovës, as ambasadori i Kosovës së Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk reagon. E kishte më qenë shumë mirë që Donald Trump Jr. ne i bë me dije që konflikti në Kosovë në vitin 1990 nuk ka nisë për shkak se ka eskaluar situata, po për shkak se shteti i Serbisë prej vitit 1999 kur është suprimuar se është autonomia e Kosovës, e deri në vitin 1998 ka kryer apartheid dhe segregacion në Kosovë. Kurse në vitin 98-99 ka kryer masakra, ka kryer krije të tmerrshme, ka kryer përdhënime. Mos marrani, është mirë me i përkushtuar ndoshta për shkak se edhe opinioni po sidomos atje në Shqipëri shumë pak ka parasysh. Kështu ndra gati 10.000 civil pafshëm shqiptarë. E tribunali të ndërkombëtar për krime të në Jugosllavi nëse li në Hagë të mlumë vitin 1993 thonë se shteti i Serbisë, ushtria e Jugosllavisë, policia e Serbisë i ka vrarë këta 10.000 të Kosovës dhe që kanë qenë shqiptarë. Mos harroni, janë sipas Human Rights Watch gati 20 migrantë për të nume që luftës në Kosovë. 1 milion njerëz sipas UNHCR, UNHCR-it. Komisarit NATO për refugjatë janë për territorit të Kosovës të shpjeta të zvinë, kurse gati 2 milioni ka qenë të rrugë brenda. Ka pas shkatrime, ka pas arrestime, ka pas 120.000 shtëpi në shkatru. Në ka ndodhur kjo të mërshme. Zoti Gashi, le të themi që Trump vepron, siç po vepron gjithandej, dhe së pari bie këfori në Kosovë. Sa e armatosur është Kosova vetë për të përballuar situatë tjetër? Jo, fori mundet me ra këfori Amerikanë, ndoshta. Po jo këfori, se këtu ka këfar trupa evropiane. Këfori ka trupa gjermane, ka trupa franceze, ka trupa italiane, ka turke, ka trupa vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Edhe
Shqiptarët e Kosovës nuk janë sigurt që kanë qenë vitin 1999, kur nuk kanë pas kur farë ushtërie, tash e kanë forcat e sigurisë të Kosovës, kanë 35.000 pjesëtar, e kanë policinë e Kosovës, një pjesë forcat që e kanë pas gjatë. Edhe njerë të rëzën, po. Unë kam pyetje të fundit e ndoshta... Jemi shtetë dhe është situatë ndryshe. Natyrisht Serbia është më e fortë, po fakti që është më e fortë nuk do të thotë që mundet me na poshtë. E rëndësishme është se nuk mundet me na poshtru ashtu siç na ka poshtruar në vitin 98-99, nëse tenton me okupu territorin e Kosovës, atëherë ka me pas shumë më të vështirë se sa që ka pas gjatë viteve 90. Supozojmë për një moment që Shërbaja merr plotësisht, se për të marrë ka marrë, po plotësisht krahun e Serbisë zyrtarisht. Çfarë sipas jush janë skenarët, çfarë pret Kosovën? Është pyetja ime fundit, ndonjë ndoshta kolegu Abilega mund të ketë ndonjë gjë dhe nëse ndodh kjo atëherë ka me qenë shumë keq për Kosovën, po kjo nuk do të thotë që na duhet me dalë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Elita politike e Kosovës duhet me abot qartë botës që e vlerëson shumë rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lirinë e Kosovës gjatë vitit 99 dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pavarësinë gjatë vitit 2008. Mirë po përkundër faktit se i konsideron aleate miq, nuk pajtohet, edhe duhet elita politike kosovare të mos lëshoj pe ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cilat do të jenë kërkesat të Serbisë në fakt. Me këto që thamë, kemi ndonjë gjë për të shkëmbyer me zotin Gashi dhe pastaj ta lëmë të lira dhe. Kemi? Anton? Ka diçka sepse nëse do shohim ne sot variantet për të bërë qeverinë e Kosovës, një nga variantet, nëse Kurti dështon sigurisht, është që opozita të bëjë tre partitë të tjera që janë opozitë të bëjnë qeverinë. Dhe po të kemi parasysh të shkuarën, një kryeminist i këtyre forcave politike është gjithmonë konformist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë dhe sidomos me Trumpin. Deri sot, edhe me Trumpin. Abdullah Odin e pamë se si vajti ulët atje si nxënës. Dhe një marrëveshje u afrua. Ndërsa Kurti ka qenë gjithmonë ka qenë i trequr, ka qenë refraktar ndaj propozimeve që nuk i shërbenin Kosovës sipas tij. Po. Ka krijuar edhe probleme në marrëdhënie me SBA-n dhe me Brukselin në këto raste. Pra do kishte në këtë 4 vjeçar të paktën që është Trumpi, a nuk do ishte më mirë për Kosovën që Kurti të ishte kryeministër? A mund të realizohet kjo? Po Shkërzen? Po, unë e menoj që është shumë më mirë për Kosovën me qenë Kurti, sepse është një politikan që nuk mundën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e askush prej bashkisë ndërkombëtare me shantazhu, sepse nuk është i korruptum. E para dhe e dyta sepse nuk ka akuza për shkelje të rregullave të luftës, nuk mundet me arrestu gjykata speciale. Kjo është shumë e rëndësishme dhe e treta që është po ashtu e rëndësishme, nuk ka probleme sikur qysh kishin shumica dërmuese e liderëve politikë të Kosovës kishin probleme deri edhe me shkrim lexim. Kë nuk i ka ato probleme. Kështu që menoj se është mirë në këtë fazë gjitha partitë politike opozitare me mbështet Kurtin. Kemi pas edhe situatat më përpara, kur presioni i bashkisë ndërkombëtare ka qenë shumë i madh karshi Kosovës. Për shembull, në vitin 1999, para se me u bë marrëveshja e Rambujës, ka pas negociata mes Kosovës dhe Serbisë, po ka qenë një farë diplomacie fluturuese, shuttle diplomacy mes cilat negociata i ka udhëheq ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës atëherë në Shkup, Christopher Hill, që tash ishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Edhe ai patru 4 drafte. Ka qenë drafti i parë i Hillit, mandej ka qenë drafti i dytë i Hillit, drafti i tretë i Hillit, drafti i katërt i Hillit. Të gjitha draftet i kanë refuzuar gjitha forcat politike kosovare atëherë. I ka refuzuar dhe Lidhja Demokratike e Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën, edhe Lëvizja për Bashkim Demokratik në krye me Recep Çosin, edhe përfaqësues politik të QK-s. Edhe draftin e parë, edhe dytë, edhe tretë, edhe të katërt, që kanë qenë shumë më keq se sa marrëveshja e Rambujës. Pra neve na vjen sot një bashkim i forcave politike kryesore, sepse jemi në një situatë të jashtëzakonshme. Ka ndryshime radikale për 180 shkallë të skenës politike në botë, edhe në krye të shtetit më të fortë në botë, shtetit që e kanë ndihmuar Kosovën për lirinë dhe për pavarësinë e vet, ka një person i cili është totalisht i paparaqesuar. Dhe kam edhe unë. Më tepër një koment. Zoti Nesho, po? Patjetër. Duhet të them që çështja e reagimit nuk duhet marrë kaq
vërtet opinioni publik, analistët mund të diskutojnë, pa ish një person jo zyrtar, vetë presidenti Trump ka disa fëmijë dhe politika në këto vendet e vogla nuk mund të miret me rastet të cilat nuk janë të veshura me pushtetin institucional ose të përfaqësojnë diçka. Duhet të them, kjo është e para. Kemi parë raste që vetë amerikanët jo në gjitha rastet e njohin në realitetin që ka ndodhur. Kjo mund të jetë edhe rasti i Trump Jr. Duhet të them edhe ish presidenti W. Bush ka ngatruar Austrinë me Australinë, por kjo nuk e çbënte Austrinë si një shtet sovran. Këto janë realitete historike të pakthyeshme dhe për këtë nuk... Kanadan me Amerikën nuk e ka ngatruar? Jo, Kanadan e duan. Së dyti, një argument në lidhje me të për president Trump që është i paparashikueshëm, ju keni drejt, unë e kam shtruar edhe më përpara, por në veprimet dhe zgjidhje taktike kur negocion, por është shumë i qartë në gjërat që do të bëj, edhe kjo është një diferencë e madhe. Nuk ka dalë asnjëherë në diskutim çështja sovraniteti, liria e një republike, si që është Republika e Kosovës, dhe jam plotësisht dakord duke mbyllur këtë koment të gjatë me mikun tim Abilekaj, kur thotë që më tepër kjo reagim duhet të ngrej sensibilitetin e klasës politike, jo vetëm në Kosovë, jam plotësisht dakord që të krijohet jo vetëm një kryeministër që të udhëheqi, po të jetë një aleancë shumë e gjerë gjithë partive politike. Së dyti, duhet pastrohet klasa politike në gjithë ambientin dhe hapësirat shqiptare, duke përfshirë ata renegat që deri tani kanë bashkëpunuar me Vučićin edhe projektet slavo-ruse në Ballkan, që gjithmonë kanë qenë yes men për perëndimin, edhe kur kanë propozuar Sorosi ose idenë e Ballkanit të hapur, gjithmonë kanë dalë ose me propozim për të bërë diçka për të rritur dominimin serb, ose kanë bërë projektet më përpara se e kërkojnë të tjerët të asociacioneve që duhet i ketë Kosova ose jo dhe kështu me radhë. Prandaj, duhet ketë një unitet, duhet ketë një qartësi dhe jo frikë nga deklaratat e ndryshme. Dihet që është një biznesmen, nuk është ere parë, është ere tretë që ka ardhur që pas 5 nëndorit juniori në Serbi, ka interesat e ti, mund të vi sepse oligarkët duhet kemi një gjë, edhe Rama e ka kërkuar, mos jemi të habitur kur të bëj dhe në një podcast me Ramën, se dihet si autokratët, jo, paguajnë influencë, edhe ne jemi të qartë, se ne jemi nga ato 21 shtete që figurojmë në Kongresin Amerikan si qeverit korruptuara që blejnë influencë në Shtëpinë e Bardhë. Dhe nuk flasim as një fjalë. Po nëse e bën Rama një podcast, nëse e bën Trump Jr. edhe me Rama një podcast, atëherë shkon shumë mirë që Rama më ia sqaru disa gjana. Po, atë prit, po. Tu ka ndodhur krime të tmerrshme. Po edhe presidenti i Kosovës, ndoshta kështu ish dashur me vepru. Lobimi kur e thash aty te reagimi i tyre, reagimi i liderëve institucional të Kosovës, më shumë mendova që për shembull politika jashtme e Kosovës me lobu që podcasti i radhës si Trump Jr. me qenë një podcast me presidentin e Republikës Kosovës ose me kryeministrin e Republikës Kosovës, ku shikuesit e podcastit ti kishin me pas mundësi me i dëgjuar edhe pikpamjet e palës tjetër. Sepse Trump Jr. ishte shumë i anshëm në prezentimin që i bëni Serbisë. Ju e thatë edhe vetë aty që e kishte edhe hartën brenda Kosovës, të Kosovës brenda Serbisë. Po është me rëndësi me e thonë që nështë fiks para një muji, sot jemi me 17 mars, me 17 shkurt Republika e Kosovës e ka pranuar një letër për presidentit Donald Trump, ku ai na ka uru për pavarësinë e Kosovës. Mirë po, kjo nuk na jep neve garancione që nuk do të ndryshojë situata në muajt në vijim, edhe ne nuk e dim se sa i madh do të jetë ndikimi i Trump Jr. te presidenti Trump. Dhe për ta mbyllur shkërzenë, Trump Jr. përmend në një farë mënyre kur thotë që NATO ka qëndrim të dyfishtë, ndryshe për Kosovën dhe ndryshe për Ukrainën. Dhe a mund të jetë Kosova pjesë e marrëveshjes? Jo, kjo nuk është e vërtetë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. S'është? Sepse NATO nuk ka qëndrim të dyfishtë. Jo, ashtu mendon sekretari general i NATO-s ishte në Kosovë. Dhe ai as forcës sigurisë të Kosovës nuk i drejtohet si ushtria e Kosovës.
ai e zbaton vetëm rezolutën 1244. NATO-ja është neutrale karshi statusit Kosovës. Nuk e nje Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Aja nje rezolutën 1244 të Këshillit Sigurimit të OKB-s, sipas cilës Serbia ka sovranitet ose tapi mbi Kosovën. Kështu që NATO është neutrale në raport sa i takon statusit Kosovës ose raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Jemi okej? Shkërcena, je i lirë edhe mund të qëndrosh për të ndryrë ose për të folur përsëri me të ftuarit e mi të tjerë, ose mund të ndahemi bashkë. Si e ke dëshirën ma thuaj dhe... Po ndahemi dhe po ju shoh përmes televizorit. Të falenderoj shumë për ndihmesën që dhe mbrëmjen e sot me premish. Faleminderit edhe për juve. Kalofshi mirë, natën mirë. Natën e mirë. Atëre... Dhe ti bëjnë replikun se tha Shkërzen, jo është me humor pa kjo se tha që duhet të bëjë dhe Rama atë që bëri Vučići. Politikanët tanë shqiptarë, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, sa herë bëjnë dobi me tilla i bëjnë për qëllime personale, jo për qëllime kombëtare. Qartë. Kështu që nuk do ndryshon të gjë për Shqipërinë e për Kosovën nëse do të. Po, nuk do të për Ramën ose për kryeministrin e Kosovës ose një politikan që do e rinë në Kosovë. Atëre, profesor, ç'është mendimi juaj për shkuarjen e shprehë të tretë ta shkreteni, aty për biznes sigurisht, por herën e tretë ky u bë politikan i plot. Si e mendon tani? Me një përvojë shumë të gjatë jeni në fushën e diplomacisë, në fushën e politikës e të gjitha. Çfarë mendoni ju? Ç'u vjen ju për sen tani? Po, formalisht një vizitë qoftë dhe e treta e Donald Trump Jr. në Beograd mund të quhet neutrale nga pikpamja politike. Por praktikisht dhe përvoja ndërkombëtare ka dëshmuar në shumë raste, për të mos thënë në të gjitha rastet, që misionet të tilla që mund të kenë etiket profesionale, biznesi, në fakt, në të vërtet fshehin diçka tjetër. Dhe këtë politika e përdor si instrument, të gjithë e përdorin, se nuk duan të afishojnë hapur publikisht dhe zyrtarisht për disa qëllime që synojnë të arrijnë dhe përkohësisht ndërtojnë misione të tilla me etiketa të ndryshme për të testuar dhe për të parapërgatitur terrenin. Kjo është përvojë ndërkombëtare. Dhe në këtë rast, unë besoj se është e qartë që ka një interes ekonomik biznesi, tashme midis kompanive të Trumpit, të qoftë të dhëndrit, qoftë apo të djalit, por nuk fshihet dhe vizita e fundit e deklaratet e fundit provuan që ka një background politik. Tani, unë nuk duhet flas në radhë parë edhe si historian, por edhe si ish ministri i jashtëm, që së bashku me ambasadorin Nesho, kemi qenë prezent në momentin kulmor të akuzave që ju bën presidentit Clinton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për skandalin e Monika Levinskit. Më kujtohet, ka qenë 21 shtatori, vitit 1998, kur në para jurisë madhe dhe para prokurorit Kenneth Starr, ka dalë Bill Clinton dhe ka dëshmuar. Ka qenë një dëshmi dramatike për të, që u ndoq nga gjithë bota. Më kujtohet është. Dhe po atë ditën tjetër, Bill Clinton ka dalë dhe ka folur para asamblesë përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku unë dhe ambasadori Nesho kemi qenë prezent. Në të takim, po? Në të takim, dhe ai ka mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm për momentin dhe për kohën. Pasi e kishë lënë brapa Levinskin, thotë. Ka mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm dhe më kujtohet fare mirë që e gjithë salla është ngritur në këmbë dhe e ka dorë trokitur për një kohë shumë të gjatë.
e gjithë salla po them, se mund të kishte përfaqësues të shteteve që mund të mos ishin dakord me politikën amerikane, por janë ngritur dhe mua më ka mbetur në mendje ky fakt i rëndësishëm i mbështetjes që i është dhënë atij njeriu në atë moment. Duhet të them dhe madje në muajin tetor, menjëherë pas fjalimit, ka qenë një akuzë tjetër që u përforcua edhe me deklarata të tjera të opozitës republikane të Kongresit, sepse Kongresi ngriti çështjen e impeachment për ta shkarkuar presidentin, sepse ishin dhe zgjedhjet e pjesshme për në Kongres në nëntor, një muaj më vonë. Dhe gjithë kjo zhurmë që u bë atëre, u bë edhe në funksion të zgjedhjeve të nëntorit. Dhe në gjatë muajit tetor është ngritur kjo, unë pas shënimet që kam mbajtur në atë kohë. Të shtojnë një detaj, profesor? Po. Që unë e kam lexuar thjesht. Po. Madeleine Albright, sekretarja e shtetit, në shënimet e saj deklaron që Bill Clinton e ka marrë në telefon pas mesnatë duke lexuar shënimet e një analistit njohur britanik, angles, Partosh më duket ta... Gabriel Partosh ka qenë, nuk është britanik, më duket. Britanik është. Britanik? Partoshi është britanik. Britanik, BBC-s. Ose dikush tjetër, ndoshta nuk është Partoshi, po kujtimet e... Unë i kam lexuar kujtimet e Madeleine Albright dhe thotë që Clinton i kishte lexuar, dhe e citon frazë për frazë, Madeleine Albright, kishte lexuar që ky thoshte që tani, mbasi mbarojnë me Bosnjën, ata do të sulmojnë Kosovën, do futen në Kosovë. Dhe ky ishte alarmi që ai më mori pas mesnatet, thotë, që Clintoni më mori pas mesnatet, thotë Madeleine Albright. Pra, ishte një shqetësim shumë i madh, ky ishte një analist shumë i njohur. Teza... Është Partoshi, po është një njeri tjetër, po shumë i njohur. Është vërtet shumë i njohur. Teza që, ose qëndrimi që mbajti Donald Trump Jr. në Beograd nuk është i ri. Atë doja të thoshe, që në tetor të vitit 1998, pikërisht në këtë kohë u artikulua me forcë kjo akuzë. Qartë. E drejt për drejt ndaj Clinton. Preqë ta inkludojmë dhe preqin në bisedë dhe pastaj të bëjmë disa pyetje që mendoj që janë të rëndësishme. Veçanërisht ajo që politika shqiptare, ambasador, se unë ambasador të them gjithmonë, falet Nesha, pyetja që politika shqiptare, po dhe politika kosovare ka kyçur gojën. Në është tani politika edhe vepron kështu, po unë nuk e kuptoj për shembull. Preç? Tani është vërtet ajo që u tha se ai vjen me titullin e një biznesmeni, por për shkak të faktit se është djali i presidentit Trump dhe është në vijën e parë tani, sepse ai... Jo, i bëri deklarata politike këta? Po pra, prandaj deklaratat marrin valencë politike. Jo marrin, ai është deklaratë plot politike preç. Ai thot qartësisht që Bill Clintoni për të mbuluar skandalin me Levinskin ka urdhëruar NATO të bombardojë Kosovën. Patjetër. Jemi përballë një deklaratë të pastër. Jemi duke fol për diçka që po diskutohet në studio dhe jashtë kësaj studio, që heshtja e politikanëve tanë dhe të Kosovës edhe në vende tjera, sepse nuk dim të ketë patur reagime as nga kryeqytetet e Perëndimit, mbështetet pikërisht mbi një nënvlerësim, duke e konsideruar sigurisht është, po ai ka valencë politike, po them unë, dhe deklaratat e tij janë skandaloze. Janë të mbështetura mbi lidhje të shkurtra, mbi koincidenca, janë të mbështetura mbi pikpamje sipas cilës në botë nuk ka më parime morale, nuk ka më parime të drejtës, nuk ka parime të humanizmit. Pra nuk ekzistojnë ato parime mbi cilit është mbështetur vendimi i SBA-ve dhe i vendeve të NATO-s për të bombarduar Serbinë dhe për çliruar Kosovën. Janë deklarata që mbështeten në mosnjohjen e historisë. Fakt, bi dakord me Neshën që jo vetëm ky, unë shikoj që tani është në modë, ka ardhur një ekip aty që nuk e njohin historinë, janë arrogant, janë bërë arrogant nga pasuria kryesisht, por kanë njohje shumë të ceket se si ka ardhur historia e botës. Dhe historia e bombardimeve në Serbi nuk është një rufen qiellkthjellë, është naivitet, është idiotësi bile ta lidhësh me skandalin Levinski, për me tepër që skandali Levinski e kishte marrë gjithë atë vëmendjen
që pretendohet Dhe kishte përfunduar. për para se sa të bëshin bombardimet, historia e bombardimeve në Kosovë ka ardhë dhe ka qenë, si me thënë, një rezultat logjik, përfundim logjik i disa zhvillimeve të mëdha në botë dhe në Kosovë, kur, dhe me thënë, paka shumë ishte në modë genocidi, shpërthyen disa vatra genocidiale në botë në Ruanda, për shumë e mbani mend? Ruanda. Deri në kanibalizëm, në Bosnjë e Hercegovinë. Ishin Forcat e brenda Bosnjë e Hercegovinë, të Kaskat Blu, Somalia, u turprun nga forcat serbe, ushtrit serbe, masakrat, pastaj në Kosovë. U parapri nga një varg në ngjarjes derisa shkum te konferenca Rambujes, që ka pas deportim, ka pas deri tek kulmimi tek masakrat, vrasjet e me radhë. Pra, u kriju përshtypje sikur në botë, edhe unë kam qenë këshilltar, me qenë se po përmenden poste këtu, të asaj kohë, unë kam qenë këshilltar i presidentit Recep Mejdanit, dhe kam ndjek nga afër, shumë nga afër, dhe Paskali e din, gjithë të histori. Dhe u kriju një përshtypje në botë, sikur nuk ka më një autoritet force, apo një autoritet moral që ka dhe forcën për t'i dalë zot skeqës, për t'i dalë zot padrejtësive, kundër skeqës. Dhe këtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht që i dolën zot, por në aleancë me vendet e Evropës, sepse të mos harrojmë se bombardimet u ndërmorën nga forcat e NATO-s me konsensusin e fuqive të mëdha, Jacques Chiracu, presidenti i Francës, që në atë përshtypjen e përgjithshme Franca gjithnjë mendoi se aleate e Serbisë, ishte një nga presidentet më aktiv në mbrojtje të bombardimeve. Ishte kryeministri britanik që ishte skifteri, pararoi për bombardimet. Ishte Silvio Berlusconi. Një nga njerëzit ka drejtuar paralel me Bill Clintonin është kryeministri britanik. Silvio Berlusconi në Tony Blairi ka drejtuar pothuajse barabar. Silvio Berlusconi. Tony Blairi bindi Bill Clintonin për këtë punë, thuhet. Pra ishte Silvio Berlusconi në Itali. Bile e majta italiane ishte e lëkundur, por ishte opozita italiane. Silvio Berlusconi, një udhëheqës i qendrës djathtë, ishte edhe ky në mbështetje të fuqishme të bombardimeve. Pra bombardimet kanë një parahistori, kanë një justifikim të plot për atë që po ndodhte. Bombardimet u bën për të mbrojtur një popullin shqiptar të Kosovës nga genocidi, deportime, zhdukja, largimi nga shpopullimi. Pra, gjitha këto arsye, i bën bombardimet e NATO-s një ngjarje madhore në historinë e botës që vendosi disa parametra të rinj, të moralitetin politik, të drejtës politik, e drejta e mbështetur mbi forcën, e drejta e mbështetur mbi drejtën e vendeve për, si që ishte Kosovë, për pavarësi, por e mbështetur mbi forcën. Nga kjo pikpamje unë them që deklarata është një marrëzi e plot, që paka shumë është pjesë e një mendësie të përhapur tani, ku gërshëtohen format e të menduarit disi konspirativ me interesa ekonomike. Ai mund të ketë interesa ekonomike, unë mendoj që partitë Shqipëri ose grupet duhet kishin mbajtur qendrim dhe në Kosovë, duhet me tregu spaku të vërtetën. Zotëri je plotësisht i pa ditur për këtë që ka ndodhur. Kjo ka një histori të dhimbshme. Por e thash edhe pak më parë, këtu tani nga Washingtoni po na vijnë plot lajme të tilla që tregojnë mungesë njohje, por ne dëgjojmë vetë presidentin që tha, domethënë këta palestinezët e Gazës t'i çojmë tjetër kundër tjerë dhe i qasim me një filozofi imobiliare, thoshim, në një historie me gjak, me drama, me vrasje, me shprëngulje, e fundi që të them lidhje me Kosovën. Kam një mendim pak ndryshe nga zotërinj që folën. Unë mendoj se nuk do ndryshoj gjë për Kosovën dhe po them argumenti. Bile, sepse jam dakord me neshën në një pikë që Trump vërtet është i paparashikueshëm. Por, se me thënë, gjithë një befason, por ka një të mesme që të mesme ati afrohet të ka ajo që është e qëndësishme. Si që është për shembull ajo që po ndodh në Ukrainë, që ne shpresojmë që do ketë një marrëveshje të paqes. Por,
marrëveshja e paqes, porque është paradoksi, që duket paradoksale, marrëveshja e paqes në Ukrainë, në fakt është në favor të historisë Kosovës. Sepse Rusia e ka përdorur shumë herë këtë argumentin që ju ndryshuat kufit me forcën e bombardimet natës. Ai po njeh Krimen. Po ti mendon se Trumpi e mendon këtë që ai po njeh Krimen dhe ka marrë një pjesë territori? Ka një histori vetë. Zoti Ylli, nëse më lejon për këtë argument ka drejt, zoti Preçi. Jo, ke shumë drejt, është i vetmi argument që bie poshtë. Domethënë, gjithmonë Putini... Këtë argument është duke dëgjuar buri që e dëgjon buri që kemi në foto. Jo, shiko, ka një gjë. Se ne nuk po më falu, ne nuk mund të futemi në mendjen e presidentit Shëbëave, se do ishte jo vetëm pretencióze. Jo, nuk e kemi mendjen, po ne themi që do na bëj presidenti Shëbëas. Ne tani dim këtë gjë që ka foli biri, po s'ka fol asnjë zyrtar amerikan. Nuk i ka bëjë hon askush. Deri tani kemi një urim për pavarësinë e Kosovës, që njihet pavarësia, paka shumë përmendet pavarësia e Kosovës. Ka një histori tjetër. Unë di që mendoj që politika Trump, paradoksalisht për disa ambiente politike në Shqipëri, mund t'i kthehet një marrëveshje paqes me ndryshim të... Mos shkojmë te Trumpi, që çfarë do bëj? Cili është? Ne kemi filluar ta vëmë re se ç'po bën Trumpi. Po pra. Që një njeri tani që derdh dhe thotë Kanadaja është e kemi ne, shteti 50, por gjithë leadershipi politik Kanadas ngritën këmbë dhe i thotë stop. Bile i thotë stop edhe njeriu që përfaqëson Groenlandën në Groenland, jo nga Danimarka. Atë doja thonë me Kosova. Minut. Askush. Kosova. Jo, edhe shqiptarë. Po doli dikush aty me fort. Lutem. Të gjithë do. Po kështu, ja thash Kërzenit unë, ku ai bën qasjen, ma dërgojnë tani, pa lidhje për qëndrimin e NATO-s ndaj Kosovës dhe ndaj Ukrainës, sikur janë dy qëndrime kontradiktore. E para. Pse veprohet ndryshe, thotë është double standard. Pse veprohet ndryshe NATO-a në këtu? Dhe ndryshe në Ukrajinë. Ajo është tjetër gjë më ylli. Tallet dhe me Evropën. Shumë keq. I biri, miri babaj tani. Një minutë. Ne më ka ardhur për të ndërtuar dhe tallet me Evropën. Thotë Evropa perëndimore do të normalizoj, dhe këtë eve në thonjza, do të normalizoj, thotë, marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Por skandalozën. Do me thonë e fut në thonjza këte. Po të bëhet kjo politike shtetit Amerikan, e gjithë Kosova do ngrihet. Po e bën njerëzit e mirë. Sot njerëzit i pyesja unë në Tiranë për të bërë emisionin që i njoh mirë e bukur. Thoshin erdhi bot tjetër, lere më Biden dhe këto. Çfarë je duke folë më thosh? Ti po na pyet ne, unë po të them në emisionin tënd, dhe tani kjo deklarat, ky opinion regjistrohet. Unë po të them këtë gjë që kjo e të birit është skandaloz, është edhe ignorante, për mund të themi, plotësisht ignorante, për t'i bërë qefin, bile mu duk se Vučići u befasu shumë, me të thënë vërtetin. U kënaq dhe u befasu? Pas befasimit të mbeti shumë i kënaqur. Por, thënë këte, thënë këte, unë... Ta mbëllin presë e mbetet ti tani në... Po unë se ata e lasë se ishte vetëm në fillim. Se lam për shumë abiliga s'ka fol fare. S'ka fol fare. Kam bëjo, po nuk po të replikoj po. Politika zyrtare amerikane... Ore ka ardhur një ndërtus tani, zere se ndërtus tani, e zëmë... Edhe mbajnë shenim ti... Ta zëmë njërë nga ndërtusit tanë, këtë marim nga të... Po Ylli, ne do pralla faqohemi me qa po të... Qeti, ose Shqiptjeti, ose Damiri, të kënë djalin të dërgojnë nesër, të benë president këtu, dhe të dërgojnë të bëjë punën e Sërbis, të Maltës. Fjallën e fundit, që do të kam qef të them me qëtësi, mes me më dërry. Pra dhe mbajnë shenim, unë them që politika amerikane, në kompleks, nuk do ndryshoje për Kosovën. Tani, kjo është me opinionin. Kështë ta i s'ka kohë të ndryshoj për Kosovën. E registrojnë, në gjuan gjithë populata. Populata dhe gjojnë gjithë atë gjithë. Këto që ka thënë i bjen marzit. Ja, ta futim dhe në tonin pak, sepse profesor nuk ka fort fare. Në kureri dhe Obama... Po foli bëri ndërhyrje Gashit. Por për shembull, unë do t'ja, përveç që s'ka përthenaj, do t'i them edhe pyetjen tjetër që, ore, si s'flet një politikan. Të gjithë po flasin, ore, me që bënë, Në momentin jemi në deklarat e një personi privat. Nuk mund të dalë të flasin politikanët për një person privat. Person privat? Pasur një reagim social shumë të madh, që ajo ishte atyve, që shoqata, njerëz të cilët janë paguar për think tanke, për të çështje duhet të flisin patjetër, por kur flasim për politikanë, mund të krijojnë incidente të rënda nëse do merrem në deklarat e një personi privat. Nëse do kishim një qendrim zyrtar
nga Washingtoni për këtë çështje, atëherë do ishte shumë Që ndoshta nuk do të bonoj shumë. Jemi në fazën që këtu jemi tek filmi Walk the Dog, nëse ju kujtohet, në 97. Qartë. Një vit e gjysmë përpara luftës Kosovë, doli një film me Robert De Niro, Dustin Hoffman shumë me një kast shumë të mirë, Walk the Dog. Ishte ky. Bisht, Presidenti se ka Divizja e bishtit. po divizja e bishtit, për dredhja që i themi. Për dredhja, po. Ishte kapur një skandal seksual dhe sulmon Shqipërinë, thoshte, për të shmangur vëmendjen. Dhe pasi vite gjysmë sulmua Serbia pasi skandali seksual. Kjo është do në njëta komedi është kjo që ka parë ky. Ndoshta ka parë këtë Walk the Dog dhe është frymëzuar nga kjo. Po është para skandalit. Para skandalit në Vlenicë. Po, ndoshta është frymëzuar thash, se I ka paraprit filmin. Walk the Dog nuk ishte i fe, nuk ishte kjo. Ne flasim si kontekst historik, është shumë e thjeshtë, sepse kemi të bëjmë me shpërbërjen e Jugosllavisë. Shpërbërja e Jugosllavisë pati pasoja shumë të rënda, përveç Maqedonisë dhe Slovenisë që u larguan në mënyrë pejësore, duhet kemi parasysh largimi i Kroacisë shkaktoi një luftë serbo-kroate e cila pati mijëra viktima, qindra mijëra viktima, 10.000 viktima. Pastaj patëm masakrat në Bosnjë, Bosnja ishte një shtet që u shkatrua totalisht dhe që ende nuk u bë shtet sot. Dhe të njëjtat simptoma po dukeshin për Kosovën. Për të shmangur këto simptoma, duhet me një ndryrje. Dhe pamë pastaj masakra e Reshçakut ishte një nga gjërat që shkaktoi përfundimisht që çdo dyshim ndaj sulmeve të Kosovës, në Kosovë, ndaj Serbisë. Kështu që besoj që një njeri me dy parë mend nuk e merr seriozisht këtë gjë, po i quan komedi si ajo që kemi parë në 97-ën, dhe që u transmetua. Ama a kemi ne shanse që kjo, a ka mundësi që kjo t'jetë preludi, t'jetë paralajmërimi i një politike ndryshimit dhe politikës Trumpit ndaj Shqipërisë, i Shtëve ndaj Kosovës, ndaj rajonit. Rajonit përgjithësi po. Nëse e shohim se çfarë ka ndodhur në 2020 dhe në 2024, ka shumë mundësi që të përsëritet historia. Sepse nga 2011 dhe në 2020 u zgjodh rruga e bisedimeve, pra për normalizimin e marrëdhënieve nëpërmjet bisedimeve. Bisedimet do të drejtoheshin nga Bashkimi Evropian. Koordinimi i SBA Bashkimi Evropian ishte një koordinim absolut dhe nuk ishte asnjëherë divergjenca në qëndrimet e tyre, të paktën në qëndrimet publike. Me njëherë me ardhjen e Trumpit, ne patëm ndryshime, divergjenca mes BE-s dhe Bashkimit Evropian. Trumpi filloi të kërkonte metoda të tjera për ta zgjidhur çështjen, jo vetëm nëpërmjet bisedimeve, i quante pamjaftueshme bisedimet, dhe i zhvendosin madje dhe ne e pam që në shtator 2020 arriti t'i merrte bisedimet në Washington, ku bëri një marrëveshje trepalshe, po në fakt dy marrëveshje dypalshe që quajtën një marrëveshje që tentuan të realizonin një marrëveshje trepalshe. Dhe kjo marrëveshje trepalshe ishte fundi i një aventure për ndryshimin për shkëmbimin e territoreve, e cila gjeti mbështetje edhe në Shtëpinë e Bardhë. Dhe këtu kemi të bëjmë me një politikan i cili ashtu si po tenton të zgjidhë Ukrainën në takimin e nesër me Putinin, dhe ka qenë gjithmonë i përqendruar aty dhe nuk është marrë akoma me Shqipërinë, ashtu tentoj, besoj, të zgjidhë edhe çdo konflikt në botë. Ne duke mos pasur një konflikt të nxehtë, një konflikt në korrent, mund të jemi të fundit në listën e prioriteteve të SBA-s, por kur të vi radha, e njëjta mënyrë. Po mos i fundit Serbia. Se këtë pyetje kam thënë. Ballkani është një nga rajonet që në këtë pyetje kanë është një nga rajonet besoj që nuk kryen tek prioritetet e SBA-s. Se mund të jetë i rëndësishëm jo për Shqipërinë, si po rajon. mund të jetë i rëndësishëm për Vučićin, i cili mund të ketë bërë lobime. Flasim që Amerika është vendi lobimeve, po sidomos sot njohet me këtë janë shumë të rëndësishme. Le ta shpjegoj në qoftë se më lejon 2 minuta. Patjetër. Zoti Ylli. Patjetër. Shiko, e para njerë një roli i Trump Junior ka qenë edhe më përpara. Edhe në rënjen e qeverisë së Kurtit parë, ky ka bërë një deklarat në Twitter, në atë kohë X-i, ku ka thënë që ne do të tërheqim trupat amerikane. Asnjë nuk e mori seriozisht, veç një senator nga Georgia, i cili edhe nga përdorimi i tij në këto fusha, me këto presione jashtë vendit, nuk mori votbesimin në zgjedhjet e kaluara. Domethënë, nuk është diçka institucionale, prandaj edhe reagimi mungon në shumë raste. Së dyti, dua të them një shembull Ylli, se është shumë interesante. Një nga presidentët më të fortë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, njerë duke diskutuar në kabinetin e tij në zyrën ovale, tha
Si shë mundur tha që rusët mendojnë që unë mund të filloj i pari luftën botërore, pse qa jam unë kriminal, dhe ju ngrit shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane, i tha zoti president, tha, në qoftë se interesat e Amerikës duhet përdorim bombën atomike, ne do e përdorim. Qarë është kjo? Sepse mbaje gjithë politika e detantës, pikërisht nga përdorimi i forcës, asnjëri nuk e dinte këtë gjë. Prandaj, edhe autoritetet zyrtare kanë një check and balance. Dhe për çështjen e Kosovës ka një konsensus shumë të gjerë, duhet themi. Dhe me drejtë të dy kolegët e nderuar si ministri, ashtu edhe ministri tjetër, se edhe ti ke qenë ministri i kulturës, e shpjeguan thelbin e ndërhyrjes. Nuk është Clintoni që ka vepruar në mënyrë emocionale për fshirë një gjë. Clintoni, unë jam plotësisht dakord, kemi ndarë të njëjtat mendime, ka bërë diçka për dy arsye. Së pari, e shpjegon Holbrooku në kujtimet e tij. Do mbetesh një histori, tha, në qoftë se bën diçka për të zhdukur atë genocidin në gjithë botën që ishte. Së dyti, u bën një normë ylle kur u krijua OKB-ja, u krijua për një qëllim, që genocidi ushtruar gjatë luftës dytë botërore mos përsëritet më. Ishte çështje e ekzistencës së sistemit ndërkombëtar. Dhe kjo krijoi një precedent. Precedenti i cili rriti çështjen e sovranitetit. Kofi Annan në vitin 2000, ne kemi qenë me ministrin Milo, tjera, odhi doktrinën e re, të një doktrinë popullore që me mënyrën për të vepruar jashtë asaj që Karta e OKB-s bënte për të siguruar sovranitetin e shteteve. Doli që në qoftë se shtetet abuzojnë me sovranitetin e tyre, atëherë mund të ndërhyjnë për të shpëtuar të drejtat e njeriut dhe të kombit. Shtoj vetëm Se të ndërpreva dhe... Jo, mund të shtoj vetëm të që, me qenë se u përmendë Holbrooku, pra ka një para histori, ka një kontekst. Ka dhe një konsensus për Kosovë. Një senator amerikan nga më të shquarit në mbrojtje çështjes Kosovës, i cili e ka ushqyer mendimin e presidentit Clinton dhe të administratës lartë me qëndrimet e tij, dhe ky është John Biden. John Biden në vitin 1993 ka thënë për Miloševićin, ky është një kriminal. Pastaj në vitin 1998 në dhjetor, në fjalën e tij në Senat ka thënë që ky është një kasap, por fëmijët e Kosovës janë fëmijë të Zotit. Dhe gjatë bombardimeve, kur Paskali e mban mend besoj, në javën e pashëve kishte një propozim nga ministri i jashtëm i Rusisë për të ndërprerë bombardimet. Dhe Clintoni donte t'i ndërpriste. Edhe thiri këta kokat, Biden, Holbrooku e tjerë. Si mendoni ju, tha, si ka shkruar Biden këto, si mendoni ju për, i tha Biden, në qoftë se ndalohen bombardimet dhe do konsiderosh renegat i popullit shqiptar të Kosovës. Du të them se ka pas, dhe më thënë, shumë arsye, shumë... Boltoni ka qenë kundër luftës që kanë bërë bombardime në Serbi dhe mbajnë një qëndrim, sepse ishte çështja është që funksionojnë... Biden është një biografi të keqe, po duhet ja njohim... Apo jo, profesor? Tani, a është Kosova si pas jush? A është nga politikanë mund të vejnë, s'pam. Jo, po ka dalë shkrimin biografi. Vajde me udhull, a është Kosova për balë një të panjohore, dhe a rezikon ajo. Kosova... Se kuj mund të thotore përsëri, profesor, më falë se për mungesat që ka mund në përfushën e politikës dhe të diplomacisë dhe të kësaj, që mungesat të rëndësishme, por a i mund të thotë me që kam dëgjuar, që a i thotë, kjo është Republika ka që Panamaja ka lënë këtu, kjo ka lënë këtu, a i mund të thotë, për shumë, kur është bërë kënë 99, është ndarë, po, të bashkohet. Tani ju më bët pyetjen dhe unë do përpiqem të japë... Si me ndonaj, se nuk kemi në mendin e ti. Po pa tjetër, gjithë shfaqen mendimet tu, unë s'kam arritur akoma. Jo, filotit... Shfaq, në radhë parë dua dhe njerë të këmëngull tek vizita e Donald Trump Jr. në Beograd. Sa do që të këmëngullet që kjo ishte një vizit biznesi, unë përsëri po them që për te i vizitës së biznesit, ajo ishte një vizit që përcolli mesazh politik. Kush nuk e kupton këtë,
është fatkeqësi e tij, sepse ai është antar i një familje i rrethit të ngushtë të familjes presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe bisedat të tilla bëhen jo një herë, po shumë herë në tavolinat familjare. Dhe ai mendim që ai çfaqi, e para që nuk është e parë që e ka çfaqur. E dyta është një mendim i përpunuar, që ai e ka dëgjuar, që ai e ka diskutuar dhe nuk e ka përcjell nga vektja. Është një opinion që qarkullon në shtëpinë e bardhë sot. Kush nuk e kupton këtë është fatkeqësi e tij, si mesazh politik. Tani po kthehem tek pyetja që më bët juve. Patjetër që Kosova ndodhet në një pozitë vështirë. Shumë të vështirë ndodhet. E para sepse ka ndryshuar klima ndërkombëtare. Ka ndryshuar mbështetja rreth saj, e cila do të çojë nesër në një rritje të presionit për ta detyruar Kosovën që të bëjë lëshime, sepse tani janë në rajon 2 lojtarë. Është Kosova, është dhe Serbia, që janë në një konflikt. Dhe për shkak të faktit që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vite që e kanë riorientuar politikën e tyre në Ballkanin Perëndimor dhe në raport me Serbinë në mënyrë të veçantë, kjo ka bërë që pozita e Kosovës edhe në negociata, edhe si pozitë ndërkombëtare të dobësohet. Tani, në momentin që vjen një president në zyrën ovale, i cili, si që bijem të gjithë dakord, është një tip i veçantë, që dallon nga mënyra se si e bën politikën, por edhe nga këndvështrimet që ka ai për politikën. Dhe në adresë të Kosovës, ai me deklaratat e të birit paralajmëron, parapërgatit, ai nuk do ta lërë kur t'i vi radha, jam dakord me juve, se nuk është ndër prioritetet kryesore që ka sot, po kur t'i vi radha, ai ka ndërtuar një platformë. Radhën dhe afron ai. Po mundet të ta gjykoj ai të arsyeshëm se ku. Pra, ai po ndërton 500 miliardë metale. Ai po ndërton një platformë për ta imponuar nesër. A do të qëndroj, ja një minutë, shtrojmë një pyetje konkrete. A do të qëndroj ai tek marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, që ishte një marrëveshje në parim pozitive në rast se do të zbatoj deri në fund të 11 pikat, që kërkonte njohjen e ndërsjellët si finalizim dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Një minutë, Ohri ç'është Ohri thotë dhe ai më fal. Mirë, tani kjo ishte pozita e Bashkimit Evropian dhe e administratës Biden. Tani administrata e presidentit Trump do qëndroj në këto linja, do t'i mbroj këto linja që ta kërkoj marrëveshjen Serbi-Kosovë pikërisht mbi bazën e këtyre marrëveshjeve, apo do ta përmbys, do të sjell një qasje të re që në konceptin e presidentit Trump do të çojë në arritjen e një marrëveshje. Këtë nuk e dim akoma. Nga përvoja themi që po. Nga përvoja unë them tani, pikërisht dhe këtu vi, dhe këtu qëndron dhe rreziku për Kosovën, nga përvoja, duke qenë se presidenti Trump është një president dinamik, atipik, që kërkon rrugë të shkurtra, të drejtë për drejta, ka rrezik që ai të jetë në kërkim që dhe s'di ç'bën. Nuk po e them të nga pikpamja diplomatike, por ai e them unë që jam diplomat. Nuk i vë zjarrin në Ballkanin dhe Europës. Ai edhe po doj, edhe ai. Jo djali. Ai dhe këshilltarët e tij, djali ka dëgjuar baban dhe nuk flet gjithmonë me mendjen e vet, se djali nuk është politikan. Nuk është as... Problemi është që kur flasim për reagim zyrtar, mund ta bësh kur flet djali. Jore, jam dakord. Por ajo që ajo është politike... Po dali vjeri pasaj thot në një fjalë do mirë me gjitha. Dakord, është paralajmërimi që dali një krush. Institucionet zyrtare, shtetërore, mund edhe të mos përgjigjen
kur një deklarat të tillë e bën një njeri periferik i një vendi të vogël. Por, kur e bën djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet mbajt shënim dhe duhet Ta zëm për shembull kujdesur. se e dramës nuk ishte rritur. Po. Djali i Sali Berisha. Për Hunter Biden Një minutë. Do ishte për ashtu Hunter Biden Kur ishte president, do vinte ky të thoshte një gjë në një vend pa biseduar me doktorin me këtë. Janë gjëra kështu më familjare thotë profesori. Jo, shiko, e para njerë, duhet jemi një qikë më realise, jemi një pikë rëre për Amerikën, e disa diskutohet njerë, ne me profesor Milon, shiko, atë them një për humor, kryeministri italian i tha njerë Majkos, i tha, do ti, tha, kurse muresh ti mua me informon sigurimi im, tha, inteligenca, tha që kryeministri shqiptar është i sëmur se keme allin e refugjatëve që mund vjen. Tha, po për Shqiprin, tha, shtëpisë bardhë nuk i bie kur në mendje. Edhe për Italin, tha, njerë në 4 vjetë po të ketë në një situatë madhe. Tani, mos japim si kësa gjëje se mund të bërë. Prema nuk pëtë për ne i fare. Kemi rastet Hunter Bidenin që kanë darë nga laptopi ti, se ati u misë laptopi një në 2 muaj. Firma kineze që e i premtonte që do i çonte me një status veçantë se Bashkuarët e Amerikës. Gjëra që nuk ndodhen kur praktikisht. Mori dhe lekë. Marrëdhënie me, po sigurisht. Mori dhe lekë. Mori paratë të. Pra, nuk mund t'i marrim ne këto sepse ata janë qytetarë të lirë që bëjnë bizneset e tyre, deri në momentin një pasaj shtep me shtetet amerikanë dhe i dënon, siç e dënoi Hunterin e shkret, që e fali babaj. Por nuk pati në një qëndrim të shtetit, dushim të shtetit të shtëpisë bardhë, apo shtetet amerikanë ndaj kompanive me të cilat punoi Hunter Bidenin. Përkundrazi, pasi doli laptopi ato kompani u hetuan dhe nga FBI-ja. Kështu që ai ka shkuar atje se ka bizneset e veta. Edhe një këtë fundit që mund ketë kuriozitet për të. Po që ai shpreh një qëndrim që e ka dëgjuar në Shtëpinë e Bardhë dhe që qarkullon në Shtëpinë e Bardhë, absolutisht po. Senatori kryesor republikan, në lidhje me gjithë to investimet familjes Trump edhe djemve të tyre, republikan ky i tanishëm, kryetari i Komisionit Financës së Senatit je paret, i ka thënë dhëndrit të Trumpit fuck off, i tha, me këto politika që bënë. Kush i ka thënë kështu? Po të them, senatori, kryetari i Komisionit Financës. Republikani, mo. Po dhe republikani thotë më shumë. Po mirë, po unë po them, që shiko, ka një diskutime edhe për këtë deklaratat e para, edhe për bërjen e hotelit në Beograd, ka pa të pjesa e opozitës. E djove ti tani që tha lideri i opozitës, tha këtu tani që zëri Amerikës ta nuk është censur, mbyllja e zërit Amerikës. Se është turpi botës tani. Lejë tani se unë kam 35 vjetë në media. Si mund të thot njeri u këtë gjithë tani? Mirë. Po që është? Zëri Amerikës është zëri... Evropa e Lirë, nuk është, Europa e Lirë i varet nga Kongresi Amerikan, nga i varet nga Departamenti i Shtetit. Është si të tuar që mbyllet televizion shqiptar dhe censur. Nuk është censur. Ajti kemi mekanism. Ato janë mediat lirë. Ajti kemi keqke. Ajo që thoshte Lesbi Beraj. Po ajo, televizioni klanësh i Sandrit. Thot Sandrit a mbyll. Televizioni... Ajo varet çfarë është. Statusi e Lesbi Berajt është një status... Janë histori të ndryshme. Statusi e Lesbi Berajt thoshte që kjo është në dëm të Amerikës, sepse heqë zërin e Amerikës në çdo qendrimet amerikane në heqë mundësinë amerikane në vendet të rëndësishme të botës. Pra, po jo censur mediatike, se s'është media kontrolluar është. Media shtetërore kontrolluar, nuk ka politikan shqiptar që vënë një këndar Kosovën, ne për Kosovën le tjenë edhe janë 100 të tjerë të bëjnë qatë duan. Ne, Kosova është toke shenjtë shqiptare dhe nuk pjësim. Media publike. Jo, së është për Ylli... Kurse qështja e zërit Amerikës është një strategji, Ylli. Tu mbaron biseda, kupton? Jo, është strategji. Gjdo bised mbaron, qoftë se ne themi që zëri Amerikës është një i varur, një institucion i varur, mbaron filmin. Po se kjo ka doktrin tjetër, nuk ka soft power. Se kjo është demokratët kam patur soft power. Kam patur edhe smart power. Tani këtë thot, unë kam doktrinën në përmjet forcës, do vendos paqen. Nuk më duen këto institucione, kjo është diçka tjetër. Ore, vjen djali Donald Trumpit, 1 minutë, më zotri, se mire drama s'ka folur fare turp të ketë. Po edhe nipit... 1 minutë. Vjen tani djali Donald Trumpit atje dhe a i thotë, nuk sot një qerik fjale kryetari opozitës, ndërkohë që ka thënë që në ngradën time e kanë bërë për shkak që kanë bërë Kosovën. Këto janë kontradiksionet e narrative Salim. Kam bërë Kosovën. Ojulli, këto janë kontradiksionet e mëdha të narratives
ose narrativ, Jo vetëm Saliut, ma jo, të gjithë se narrativës së këtyre këtu. një Të përdorim. gjithë se politike këtu. Atë ja ka bërë Sorosit. Më shumë këta që janë, më tani. Këta e kanë kyçur më shumë. Në ngratën ai e di, po ja ka bërë qeveria tjetër. Mos futim. Atë ja ka bërë Jo, ajo. Po, projekt administratë e Trumpit komplet. politik. Asa jo s'është Administratë e Trumpit komplet. Komplet administratë e Trumpit. Kush? E filluan që atje, e përpunuan në institucionin e Atlantic Council, ajo ishte projekti i gjerë, dojnë ta pësin në Kongresin Amerikan. Se histori tjetër kjo. Të bëjmë dhe një pyetje edhe të Kosovën ta them. digim se bisede për Ta vazhdoj këtë mendimin. Ne nuk e zim do të probleme Amerikës. Ne kemi hallin për këtu, zotëri. Kosovën ta them. Ardhja, vjen djali, vetëm arroganca, ma hajtë diskutojmë vetëm arrogancën e njeriu. Vjen djali i kryetarit të shtetit, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe lëshon 30 Dhe një ndryrje të vogël. Për mua deklarat me rënd e Vučićit, ishte Vučićit që i tha unë do vras protestuesit, dhe që ai e miratonte. është tjetër tjetër, ne nuk po e diskutojmë atë. Ajo s'na intereson neve, si Po s'na intereson ne, po ajo është akoma më makabre. Një president që unë thot do vras protestuesit. Pra, kuptohet edhe me këte një president që do vras protestuesit, dhe ai E dëmi, A i ka fjallën e lirë, më. Shiko, diversionin më të madha e ja bërë edhe protestuzve serbë. Por e podcastin pse e bëri? Kupton avokat, ti ambasador të? Bëri për mbështetur Vučićin. Podcastin e bëri gjatë jo njerëzit. Shiko. Çfarë do thotë? Kemi gjë për pyetjen themelore që bëhet një mendim, se foli Paskali me shqetësim që Do me thënë, unë mendoj këtë gjë që sepse këtu është problemi çka kërkohet, për çka kërkohet. Herë politika e amerikane e Trumpit dhe kujtdo tjetër ka nuanca, ka ndryshime në raport me politika e administratës më përpashme, por në një pikë nuk do ketë ndryshime. Nuk kërcënon politika amerikane pavarësinë e Kosovës. prej që këtë dopsinë e Atlantikut i këto gjërat e tjera, e ke pak të dopsi. Tash unë nuk do të mendoj si ti, Ylli, se Po jo, mos mendo kur si unë, po më lërë dhe mua të them që Jo me thu, dakor. më trem kjo tendja. E kam. Më trem. Sepse edhe në qëse s'do të besosh të ti me s'ke qa banë. Se unë s'paku themi gjë që na konforton. Nuk Konforton, po tani konfortimi. Por, me vere Se mosh më duhet konfortimi. kam një nuancë me kolegët, me Paskalin që e shef me shumë shqetësim. Se unë shem nuanca cila është. Nuanca është se Trumpi dhe administrata ti do kërkojnë me forcë një zgjidhje, nuk do ta lënë tërhiqje mos e kput. Për qatë zgjidhe, më zgjidhe është e dhënë historike ajo. Prit zgjidhje për Kush e provokon, këtu duhet të frikë. Tani jemi kontradiktor, edhe themi ka i konflikt Serbi-Kosovë, Është mbajtur artificiale. Juve nuk ju... Mandatin e para i tentoj ta mbyll të jep një zgjidhje. Gims, Për të bërë një shaka, më lejon pret. jeni një pozicion... Më lejon të bëj dhe një si gjysmë shakaje. Dhe gjysmë vërtet. Jam Po shumë ne i ta qartë. marrë- Jo, mbarojmë, po që ta bëj dhe këtë që ta... se mi Ka ikën. një problem Shqipëri, më bu. Qiko sa e thjesht. Ha, Ore, di kush ka arë president ati? Irfani që kemi ne këtu, më. Ti ta me këtë qef... Qiko, ti... Unë Po më po se më tha dhe vetë njërë, më thuaj, tha që... Gjajta. Po duhem ta mund ta bëjmë edhe... Duhem ta bëjmë edhe A gallat. i ka artë. Ylli, tani është presidente. Aja është presidenti i superfuqisë botës. Po themi jo, më nuk po është them. përcaktuese Po thua gjëra që i di, për më. Kosovë. Atëherë unë po të them se e kam edhe me Gimi edhe me paka shumë me opsionin që kanë Gimi edhe një pjesë aty tek opozita Sali Berisha, se kanë narrativa plot kontradiksione brenda. Se, kush është kontradicioni? Kontradiksioni Kush sepse është? ja ti them tani. Nisho edhe si diplomat, më. Ka paraqitur si argumenti numër 1 pse jam shpallur non grata, sepse pengova shkëmbimin e territorëve në Kosovë, kur administrata Biden ishte pikërisht me opsionin për të mos i prek kufi kundër. Dhe ishte... Jo, kam bajtur qëndrim, Tashi, shiko. Digjo, e kemi S'është kjo bërë tema, me atë, kjo është tema jo, se e ke të shkruajtur, e ke dhe... Ja ta mbaroj preci, ta mbaroj se po e ndërpreci. Ka të të rëtoj se po ndërpreci. Trump do t'i qaset në mënyrën e ti, i zgjidhjes arritjes një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës. Dhe këte po kërkojnë gjithë. Gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës dhe vazhdon t'i ta marrë prapë Serbia. është mos ketë marrëveshje të njohjes reciproke. Kjo është më e keqe që nuk kupton që konfliktin njëri t'i hapur, kush t'jetë më i fortë, do ta marrë. Është shoba jo. O ju dhe kam një pyetje për ta bërë një qik interesante. Shqipëri nuk kanë propozime për marrëveshje. Shumë teorike. Kanë vetëm teori. Kushëriri i parit i presidentit Trump, La Civitaja, sa shtu janë shumë i ngushtë. Po jo,
ka thënë që nuk e shoh me sy Ramën. Pse se heqim ne, pse nuk shqetësohemi? Një njeri që Amerika... Ka thënë... A i paguet, o zotri. A i paguet, Facilitau ka marrë lekët këtu për të thënë atë gjë që të gjove ti. Jo, nuk e thot atë, jo. Jo se ka do... Ore, të gjonë ti që po themë nëve? Facilitau ka marrë... O zotri, ore, s'ka ambasador po t'jeti mëri se unë të gjemë. Se është në kapitalizëm. Po jo me nuk po themë jo. Por, ka ardhur për një qëllim. Edhe një ndryrje profesor dhe... Tani, ne të gjithë kemi ditë që po flasim për pretendimet që ka presidenti Trump në raport me disa vënde si Kanadaja, Gronlanda, Panamaja, apo dhe në marrëdhëniet me Ben. Pra, dhe ne me këtë logjik nuk duhet të habitemi nëse një ditë presidenti Trump apo zëdhënësit e vetë në nxjerrin propozimin për ndarjen e Kosovës. Si për ndarje, na shpjego cila është ndarja, se ndarja e Kosovës, apo të them unë është teori e vjetër që ka qarkulluar, çfarë do të thotë? Që gati u vu në jetë një pjesë që ka qarkulluar si shkëmbim territori, ndarje është tjetër gjë, mos më diplomat. Ndarje jo shkëmbim. Se nuk do të zgjedhemi shumë. Jo shkëmbim, ndarje që Kosovën e Veriut ta marri Serbia. Kjo ka qarkulluar që në 1999, që kur u futën trupat e NATO-s. Para Trumpit. Ore, po më flasë për vite. Para 99 Bill Clintoni. është 20 e ca vite të shkura, 26 vite të shkura. Nuk është vetëm me Trumpit, du të them, sepse... Po jo, edhe njerë, më lirë të mbaroj, pasaj reago. Pra, ndarja e Kosovës ka qarkulluar dhe është në qarqe të caktuara, është në agendat e tyre. Dhe në qoftë se, po e zëmon, unë po bëj, po flasë, mund të flasë dhe gabim, po them që mund të jetë një alternativ që vetëm Trumpi, për mënyrën se si a i qaset politikës e jashme, mund të bëj. Sepse ne u habitim që bëri propozimin për Kanadan, u habitim që bëri propozimin për Panaman, apo për Gronlandën. Ja, se më dërgoj... Nesër mund të habitemi që mund të bëjtë një propozim të tillë, për t'i dhënë fund konfliktit, për ta zgjidhur konfliktin. Sepse konflikti duhet të zgjidhur. Dhe kjo është... është një tezë që qarkulluar. Gjëja më e keqe është që konfliktit mos zgjidhet. Ku e dim neve se ai mund... Dalimi duhet bëhet vetëm këtu. Tjetër gjë është ndarja e Kosovës, tjetër gjë është opsion për shkëmbim territorësh. Se në Shqipëri, ajo që kam vurë në Shqipëri Paskal është... Shkrua në pronari televizionit me që folia Bileka i ta, për këtë sa po Trump anulloj faljet e Bidenit. I ka anulluar faljet. Për ata të 6 janari. Po të gjitha i bën këj. Po s'kame nuk ka një gjë, se është e politikë. Se ne do mblidhemi prapë preç këtu, se këtu jemi ne s'kemi ku vem më shumë se kaq. Për këtë pikën e Kosovës na i mbarë shumë se kaq nuk kemi ku vem. Ti mund vesh prapë në një ambasador, një kundi po kapi opozita, ambasador ti s'vete me. Në një kështu të venë, lartë të venë, lartë fare, po kam frikë. Ma mirë me të. Dhe kështu do jemi, këtu do jemi preç. Këti i flet goja gjithmonë dhe nuk i japin. Po. Një gjem dakord me preçin që Trumpi, si shtregojnë mandatin e parë, edhe këtë mandat do tentoj të mbyllë çështjen e Kosovës. Ashtu si do mbyllë çdo konflikt, çdo opsion, nuk di sa ai. Po e mbyll shumë, të bashkohet me metodë vetë. Krijuam krizë. Vetëm atëherë do mirë. Bileka i tha një gjë shumë mençur tani besoj, preç, që ne dhe gradualisht mund të konkludojmë. Me mënyrën e vet ai do përpiqet ta mbyllë çështjen e Kosovës. Kushtet. Sa Bileka. Me mënyrën e vet. Cila është mënyra? Mënyra e vet mund të jetë për shembull thotë atë që tash unë. Po, kur është ndarë kjo 99? Si 99 tani në kohën e re? Si mund ndahet në kohë të re thotë? Kaloje. Më kalo mua këtu që të po flas. Nuk thot atë ai. Njëra metodë është kjo, them unë. Njëra është kjo? Metoda tjetër është... Nuk e kemi. Metoda tjetër është t'ja jap Serbinë Kosovës. Ka metodë tjetër kjo. Ai do tentojmë... Ne do mësojmë shumë nesër nga biseda që do të bëj presidenti Trump me presidentin Putin. Do mësojmë shumë, ja këtu keni për të parë. Sepse qëfar ata do arrin nesër,
për Ukrainën do të reflektohet edhe në këndvështrimin e çështjeve të tjera që janë pezull, përfshirë këtu edhe konfliktin Serbi-Kosovë. Deklarata e këtij Donald Trump Jr. ishte që Kosovën ajo trajtonte si një rast të ngjashëm me Donbasin edhe Krimin. Në fakt, Kosovën në perëndim është trajtuar gjithmonë si rast sui generis. Po. Profesori dhe ju këta din shumë. Po ta trajtoj si Donbasin, do të që është Po perëndimi po, nuk do varet nëse Donbasi do i ri Rusisë apo Krimea do i ri Rusisë me statusin e Kosovës në të ardhmen, apo Ukrainës. Kështu që nëse i heqet statusi sui generis Kosovës, është një ngjarje shumë e rëndë. Tani të nderuar të shikues, unë mendoj që se ne do mblidhemi profesor përsëri jetë preç. Dolën problem. Ambasador, zoti Bilega, do vazhdimisht do mblidhemi, do themi fjalë kemi ne tani, që mblidhemi këtu dhe themi fjalë, ose mos na dëgjojnë. Ka që na dëgjojnë? Amerika ka dhe... Po jo se na dëgjon njëri gjetë, ke kupton. Në Amerikë dhe votohet, Ylli, është mirë. Se këtu është dhe ideja, profesor, që shumë njerëz tu mendojnë që i dëgjojnë dhe lartë. Dhe dyrë të Trumpin, më thamë. Po, ne këtu, këtu, ku jemi mbledhur. Shati jo në dëgjon. Tani problemin e kemi që ju, pasi të ju them, faleminderit shumë unë, do t'ju them ju, unë do të kem tani se zgjedhjet si që dëgjohet profesor ti tani nuk e kem atë partinë. I rat. Jam të rrequr. Ti je të rrequr tani nuk je, por ndërkohë nuk është kështu me të tjerët. Pjesa djathtas tani ka bërë një koalicion për Shqipërinë madhështore. Si Trumpi, komplet, me që do kalojmë nga Trumpi tani të Shqipëria madhështore. Dhe unë do të kem të ftuar dalë personazhe, domethënë, në fillim kam 2 sot nga Shqipëria madhështore, po do kem edhe nga Shqipëria tjetër e dramës. Ai s'ka vënë emër, kështu si e ka vënë emrin ai? Nuk s'ka partia. Po e ka vënë akoma. Ka koalicion. Ai është vetëm madhërishëm, kështu që s'ka nevojë. Madhërishëm vetë. Tani ne për Shqipërinë e madhërishme të gjitha ka mund 2 nga personazhet, do vinë njëri pas tjetrit, se përgjithësisht do t'i pyes tek e tek, është në interes të publikut, të popullatës, që t'i dëgjoj tek e tek. Dhe do kem zotin Kujtim Gjuzin në fillim, i cili është edhe Partia Konservatore, është edhe pro-amerikane të gjitha dhe ka dhe lidhje të rëndësishme aty në këtë pjesë. Po kështu, se ju nuk i një ikur ore. Dhe është zoti Selami, se sa përkujtoj, Selami në njëvi këtë dalë një... Në Nisheri, zoti Nisheri. Selami e Nisheri, edhe ky është të 26 për Shqipërinë madhështore. Ambasador, ty nuk të vunë në asnjë listë, as të hapur as të mbyllur? Jo, flasim për partitë tonë. Jo. Jo. Më mirë i do jesh me ne. Po. Dhe në listë të mbyllur dhe të hapur. Atëherë faleminderit shumë, ha? Ju uroj natën e mirë dhe unë tani do filloj me njëherë, do të më ndihmoj dhe Denis Dynjaja, në këtë bisedë këtu, me 2 personazhet, të cilët besoj do të jetë në bisedë e këndshme dhe ju edhe mund ta ndiqni. Po të keni kohë sigurisht, nuk është me detyrim, se kjo është diktaturë pëse. Publicitet rikthehemi me njëherë.